dëshmitari kohës edhe si një aktivist që kum qenë që nga vitet 1910, më kanë shti me i shkru këto 1300 faqe që kryesisht edhe këtë libri pra kronik dritiesh është rezistenca jo 90-99, edhe unë dhe thëtë janë dy faktorë. Faktori parë se unë kam një dokumentacion të mirë të periodës luftës, që e kumë rujtë në mënyrë fanatike. E kumë rujtë edhe në periodën më të ronë, kur në ka hyu ushtria se unë jam nga fshati Gadime, kur në ka hyu ushtria nga Gadime, unë nuk jam kujdes për familjen edhe fëmijët e me. Jam kujdes materialin ta futi dikon me një fargurore të vjetër, ta mbuloj në mënyrë që nëse mbetet dikush pas luftës, ta ketë një dokumentacion se shka ka ndodhë. Edhe faktori dytë që më ka shtimu me shkru se unë vetë e kumë përjetu pushkatimin. Edhe atë ndjenjen që ata më nuk mujnë me folë se qështë e ka një vetën kur janë pushkatu. Qështë e ka një qëfar në gjendje emocionale kanë qenë. Dhe thëtë na nuk mujna me shku mi pytë. Po unë e kumë pytë vetë vetën se unë e dishë atë ditë, një ditë mu sham ka ndodhë, një ditë që shë e kumë përjetu pushkatimin, edhe një bërë që e kumë posë, dhe të kumë posë dëshirë më javëla, sepse në një mirë edhe unë jëmë konë si ata, po unë jëmë gjallë fatëbarsisht, e ata nuk jenë gjallë, edhe kjo është arsyeja dytë, po them që unë me knaqësi e kumë bërë librin. Mu më ka ndodhë me 6 maj 1999, me qenë se unë isha në kryet Këshillit për ndihmë emergjente dhe më kërkonin shërbimi i sigurimit qytetënor. Mendoni që unë jam shku në ÇK, mendoni që unë se na patën deportu për Shqipëri, po unë me familjen kum ik, domethënë nuk kum deportu për Shqipëri. Edhe mas 2 javë u kthyem në fshat, me të më dikun 10-15 familje. Edhe një ditë, me 6 maj, një ditë përpara na vdiq një qytetar dhe s'na loshin na gjushin të e vërros. Ne një rrugë aty para shpellës, qëndronim, vëzhgonim terenin që nëse na hynë forcat që shme ikë. S'patëm shans asë nga me ungrit, kur na erdhen një 3 paramilitar. Ata merë dolën pe veturës, na maltretu, na pështetën për muri, na kontrolu, na pleçketën, po shka është ma esenciale, na gjunin, na shonin, me që unë isha i pari në resht në murit të pushkatum, mu mërën, edhe a i paramilitari kishtë dëshirë që me shku në shpe me pleçkit gruën, se dhe ke shkajt jam ararin. Edhe unë ishëm shumë ofër shtëpis, po ja bona me dorë se është jem largë, a i më qiti mu para më pushkatu, po njerë më pyti për minarën në gjamis, i kalzova, une ma qiti armën këtu, e gjujti armën, sot janë 2 vërima kujtim që gjujti pe këtujt, po e mur urdhin për... Ike ato 2 vërima këto? Jo, 2 vërima në minarën gjamis. Mirë po, e mur urdhin më pushkatu, në atë moment, unë e dola se më vendosi, unë dhe thot faktikisht, thësha nështë aveq mu më pushkaton e këta tjerë të shpëtojnë, është interesant ajo qaj momenti i vrasjes, dhe thot më duk që më këput një tel, më këput një lidhje në mesmeje, familje, dhe thot nuk kesh në gjendje ma me mëndu që unë i kisha 4 fëmije, i kisha 2 prende, e kisha një gru, edhe i humbu në atë moment, dhe thot se s'kisha më ku shkoj, e hapa i jaknën edhe i thash gjuaj, edhe ai më gjujti me diploma, po ishte në ndikim të alkoholit. Nuk të kapën plumat? Nuk më kapën plumat. Erdhi, ma vendosi automatikun në bark, edhe me një dorë në automatikun, me dorën tjetër më ngulfati me... Edhe pse ishte i dopt, kishte mjaft fuqi për më mytë me, do të më fur me fët. Në ato momente të funit, thëm tjetës, kur frimarja më vështirësu, unë kisha patëm plaçkit, po në një gjepi kisha edhe një 100 marka, thash, nështë ta më spejoshi edhe me qëto 100 marka, ishte shansa e fundit. Edhe me një dori e qova, i ngrita i partë, ma lëshoj fytin. Me folsën folsha se frimarjen ma kishtë, dhe thët me kishtë lëndu akordet e zonit. Fati jam që në qëtë moment radiolidhja
i kërkoj dikush ata edhe ata u shqetësun edhe bërtiti ai udhëheci djem në vetur. Kur hynën ata në vetur, vetura nuk ju dheske. Veturja nuk ju dhezi edhe për frikës që s'pju dhezet vetura, më detyrun mu me shty veturën, unë e shtyna veturën, u lëndova, po shpëtun. Të njëjtit, mas 15 minuta më 20, përderi sa të gjithë ato familje që kem kishin ikë, fatkeqësisht gruam kish po mu për dyrë të burrit, kish po të mpushkatu dhe kish rënë në koma ja. Unë e posh që dikush i kish qit ujë dhe kish ikë. Unë i kërkojsha fëmijët ku i kam, fëmijët ishin ikë, kishin pshef në kotet spulave, do dikush kish ikë në fqi, ndërsa gruaja kish humbë vedijen, ajo në vend se mi kqyr fëmin, ajo hjeke rrobat pej vigut, i që t'ken krah dhe s'kishte vedije. Unë që ashtu pa vedije futa në vetur, ata tamam ju mdo në rrugë, të njëjtit u kthyn pej bazës ku e kishin, më njekën, më zënën, edhe shake ma interesant, nuk dëshin më vra, sepse dëshin më nakall me fëmijë. Fati që une nuk e kisha as 1 litër benzin në vetur, edhe në momentin kur ata s'frenzeshin benzinin, unë i lëtsha më vra, mu mës t'i shoh fëmijët ka të më kallën, ata dëshin me këm gullje, jo, dojnë më të po ty e gruan të u kallë bashkë me fëmijë. Fati që në atë moment janë ardhë 3 policë që ma vonë mas luftës se ku morë vesh që ata ishin ardhë për shkak një veturës që këta e këshin vjedhë, ta paramilitarët, edhe u rrokën me zveti, unë në saj të saj mu mlshun, po me kusht që me shku në stacion të policisë. Unë e pranova, tha shkojnë në stacion të policisë, vëzlishanëm, po të na ika unë, farë stacioni policisë, sepse mu më njekshin. Edhe unë e shpëtova vdekje sigurt që ata e këshin plan edhe më na kallë se jo më na vra. Do të ajo, aj përjetim, shu që si ka kushtu shumë, sepse edhe mas luftës ka pas po, shumë ka pas pasoje, e kum trajtu shumë, sepse ishte një traumë shumë e madhe. Edhe ajo traumë, edhe sot edhe mas 25 vjetëve, nuk kam dëshirë fort me bisedu këtë çështje, nështë më vrejti edhe në fizionomi, që pak ndryshova, sepse është e rënë ajo. është e rënë, por pata shumë dëshirë ta kisha këtë rrëfim tuaj, sepse ju flisni për ato përjetimet e këqija, ato vdekjet e padrejta ndaj popullit tonë, ndërkaq nuk flisni për një traumë e cila ju e keni pësuar nga ajo që ju ka ndodhur në atë periudhë. Fatkeqësisht, po them jena munu na me te kalu këte, dhe unë e kum te kalu të rrëfyje, kum te kalu sepse jo mundu me dhoni kontribut për tjerët, me ju tregu se sa është ranë, po të regoj një rast të një nusës që ajo është heroin, një nusët 19 vjeqare që ka ru fëmijun mas 5 mujve që i ka linë mas 5 mujve. Thëtë, për së fundi herë u ktheva me po fajikon. Thëtë edhe, e ndëgjova ka i thëtë nanës vjerës dhe thëtë, oj nanë, thuj sa adetit mës bëhet shumë rak, se e di punën e vetë që sheka, dhe thëtë që e din që është atë zonë, mës bëhet më rak për mu. Thëtë, unë e posh e ktheva kukën, e posh që ishin konë të jadasë që rapat ati edhe kunatit vetë, edhe 10 metra më si nga shtënën me armë që largonu për i malit, e ndëgjova krismën, thëtë, i vrajtën, dhe thëtë e kanë vra vjerin, kunatin edhe djalin. Edhe ajo gru, mas 5 mujve e ka lind djalin, që sot është djali është, dhe thëtë i bën, i ka 26 vjetë. Rase tila dhe ka dhe 2-3 nona tjera, të cilat ata fëmijë nuk e kanë pa prindin e tyne. Dhe thëtë kanë